Ministri i Punës e Jashtme Marko Gjuriç vazhdoi vizitën e tij punuese në Washington. Sot në shtëpinë e Bardh pata një bisedë të mirë me zëvendëskëshilltarin e sigurisë kombëtare Andrew Baker rreth së ardhmes të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përsërita gatishmërinë e Serbisë për të ngritur partneritetin tonë në një nivel më të lartë. Partneritetet e forta ndërtojnë mbi besimin, interesat e përbashkëta dhe dialogun e vazhdueshëm dhe ne besojmë se ka potencial të vërtet për të ecur përpara së bashku, shkroi Gjuriç në Instagram. Ministri Gjuriç u takua gjithashtu me bashkëkryetaren e grupit parlamentar serb, kongresmenen Klaudia Teni, me të cilën diskutoi tema kyçe nga rajoni ynë që janë objekt interesi dhe shqyrtimi në Kongres. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, Peter Sorensen, me të cilën diskutoi rrjedhën aktuale të dialogut dhe vazhdimin e tij me një përfshirje më aktive të Bashkimit Evropian. Vučić shprehu shqetësimin e tij në lidhje me qëllimin e Prishtinës për të filluar zbatimin e vendimeve të reja përshkallëzuese dhe thellësisht diskriminuese nga 15 marsi, të cilët kërcënojnë drejt për drejt mbijetesën e popullit serb. Ai gjithashtu theksoi domosdoshmërinë që pa vonesën e mëtejshme të ndërmerren hapat konkret drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilët i Serbia duke pritur që 13 vjet. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković i tregoi Peter Sorensenit shkallën e pasojave që mund të ndodhin nëse Prishtina fillon të zbatojë ligjin për të huajt dhe për automjetet nga 15 marsi. Petković nënvizoi se kjo rrezikon drejt për drejt më shumë se 10.000 serb që jetojnë dhe punojnë në Kosovë dhe se për këtë arsye është e nevojshme të fillojë urgjentisht diskutimet mbi projektin statutin e asociacionit të komunave serbe, sepse është marrëveshje e Brukselit e cila përfaqëson ngurthemelin e mbrojtjes së drejtave kolektive dhe individuale të serbëve që përcakton funksionimin e institucioneve serbe në territorin e Kosovës. Deputeti vetëvendosjes Dritan Hyseini tha se marrëdhëniet me Serbinë nuk duhet të exhizojnë gjithnjë vëmendjen e politikës së jashtme dhe vlerësoi se Kosova tashmë ka dhënë prova në këtë drejtim duke arritur marrëveshje dhe duke filluar të mendojë për zbatimin e tyre. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadria i theksoi se mënyra se si duhet të hartohet agjenda e dialogut do të varet edhe nga kërkesat e Bashkimit Evropian, për ajo këmbgul që procesi të jetë transparent dhe të raportohet në parlament. Diplomati amerikan Jonathan Moore tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara ndaj NATO-s dhe se misioni i KFOR-it do të vazhdojë sepse është e rëndësishme si për Kosovën ashtu edhe për pjesën tjetër të rajonit. Duke komentuar pretendimet për tërheqjen nga Kosova, Moore tha se NATO-ja do të ruajë praninë e saj, ndërsa Amerika do të shqyrtojë se në cilat rajonet e botës duhet të përqendrohet. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Kosovën dhe rajonin e Ballkanit, por me një shqyrtim më të gjerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të parë se ku duhet të kontribojnë me pikat e tyre të forcave dhe burimeve tona, tha Moore. Marko Savković nga Fondi Isak beson se ekziston mundësia që Shtetet e Bashkuara të zvogëlojnë praninë e tyre ushtarake në Kosovë, por që KFOR-i do të vazhdojë të funksionojë me reorganizimin e trupave dhe pjesëmarrjen më të madhe të vendeve të tjera. Studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović nuk pret që amerikanët të tërhiqen nga Kosova dhe vlerëson se deklaratat e tilla janë një përpjekje e Amerikës për të nxitur Bashkimin Evropian të merr përgjegjësi më të madhe. Analisti Necmettin Spahiu nuk pret që KFOR-i të tërhiqet dhe thotë se numri i ushtarëve edhe ashtu është simbolik dhe vetëm prania e NATO-s është e mjaftueshme si një pengesë.
Moti nesër do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, pjesërisht me vranësira me intervale me diell në zonat kodrinore dhe malore dhe era do të jetë e dobët deri mesatare nga veriu dhe verilindja, një pasdite dhe mbrëmje nga lindja dhe juglindja. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Republikës, temperatura e mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 3, kurse ajo më e larta e ditës nga 9 deri në 14 gradë Celsius.